Mirë, do ke mundësi që gjitha zhvillimet lidhur me situatën e brendshme në Serbi, ke mundësi të diskutoj me zotin Agip Arifi, ish kryetari i komunës së Bujanocit. Përshëndetje. Përshëndetje, Greta. Kënaqësi që ju kemi her pas here gjithë shqiptarët të cilët jetojnë jo vetëm brenda për brenda territorit Shqipërisë, Kosovës, por sigurisht dhe në trevat tona jashtë vendit, trevat në Serbi. Kënaqësi që ju kemi në këtë lidhje. Shumë faleminderit për ftesën. Fillimisht dua t'ju pyes, ne kemi marrë lajme sigurisht nga rrjetet sociale, por edhe nga mediat që situata brenda për brenda Serbisë është e tensionuar. Kemi parë disa ditë më përpara grushte dhe flakadan brenda parlamentit, ndërkaq protesta dhe greva janë paralajmëruar për të bllokuar gjithë qarkullimin e jo vetëm dhe situatën politike në Serbi. Çfarë po ndodh? Dhe kemi edhe telefonatën e Vučić dhe Putin në fund. Po, Greta, siç dije para 4 muajve pas një situate e cila ka ndodhur në qytetin e Dispër nga numri i popullsisë në Republikën e Serbisë në Novi Sad, një tragjedi ku humbën jetën 15 qytetarë të Serbisë, filluan studentët të protestojnë kundër pushtetit të Vučićit, sepse është një pushtet i korruptuar që nga lartësia deri në poret më të ulta të jetës politike në Serbi. Dhe ju po shihni se çdo ditë ka protesta të studentëve të universiteteve të ndryshme në Republikën e Serbisë, duke u nisur nga Novi Sadi, Beogradi, Kragujevci dhe vende tjera, dhe aja që po e përcjellni këtu shihet se protestuesit, studentët nuk do të dorëzohen, por kërkojnë të sa më shpejt të tërhiqet presidenti Vučić dhe partia e tij nga pushteti. Që nga pozita e presidentit, po ashtu edhe pozita e kryeministit, siç dihet se ka dhënë dorëheqje kryeministi, por kërkojnë edhe dorëheqjen e kryeparlamentarës të Republikës së Serbisë. Serbia në një krizë shumë të madhe, edhe politike, edhe ekonomike, sepse para 2 ditëve Parlamenti i Republikës së Serbisë ka aprovuar një vendim që të futet për $2 miliard Serbia në kredi ndaj bankave ndërkombëtare, kështu që tashti borxhi i Republikës së Serbisë është diku $105 miliard. Pse do të shtohet kjo kredia? Për ta kuptuar, është për çështjen e ekonomisë së vendit, për çështjen e ushtrisë, për çfarë është duke u marrë ky borxh? Ky borxh para 2 ditëve Parlamenti i Republikës së Serbisë ka aprovuar për të mbuluar mangësitë të cilët i ka Republika e Serbisë në aspektin financiar. Sepse edhe punëtorët e arsimit, edhe shëndetësisë, por edhe punëtorët tjerë në institucionet publike kërkojnë që të pagat të rriten, sepse në Serbi është një inflacion shumë i lartë në krahasim me rritjen e pagave dhe dojnë ta mbulojnë deficitin të cilën e ka Republika e Serbisë. Deri më tash Vučići ka mashtruar, si them, edhe popullin serb, por edhe faktorin e ndërkombëtar para se ditësh Bashkinë Evropiane, si Serbia është duke përparuar në aspektin ekonomik, po ashtu edhe në aspektin politik. Gjithçka ka qenë gënjeshtër e tij, sepse ai është një artist, të them kështu, sipas nevojës se ndron brenda ditës politikën, qoftë politikën ndërkombëtare apo politikën nacionale. Me një fjalë, është një nacionalist shumë i shkallët, i cili e ka të rishikuar me të madhe ish presidenti i Republikës së Serbisë apo Jugosllavisë Milošević. Kuptoj një situatë problematike, se sidomos neve na intereson çështja çfarë po ndodh në Serbi, sigurisht për ta parë dhe në rrafshin e Kosovës, Shqipërisë, Ballkanit dhe sigurisht edhe të marrëdhënieve në arenën ndërkombëtare, se kemi diskutuar shumë edhe për situatën mes Rusisë edhe Ukrainës. Trump po ashtu ndaj sigurisht merr dhe një vëmendje akoma më të madhe. Ju e cilësuat Vučić si gënjeshtar dhe një nacionalist. Tani dua t'ju pyes pak. Duke qenë se kjo situatë në Serbi është folur dhe më përpara për shkak të korrupsionit dhe problemeve ekonomike, ka një lloj pakënaqësie të madhe nga ana e qytetarëve. A e përdor ai çështjen e Kosovës për të kamufluar gjithë problemet e vërteta të brendshme të Serbisë,
dhe për të treguar që Serbia po përparon në këtë aspekt, për të luajtur me ndjenjat nacionaliste, nëse mund ta themi kështu.